Eko i notin se ti tash ja mor rezortave mendjen. E ju të kuptu se ty ka pas në krah. Sibi, i bi që you're all mine. Kur hapësirat na lën vetëm që t'jemi shok, atëherë të gjithëm për vete si shok. Po që ka i gjë ka. Gjibonën me ka pas, e hupi, të hupi ty, erte une. Ka e rejt këto sene, bro, që mu me manipulu në shti se Virsene për shka pe mani, po se ke me meshkuj po flirton, që shke thonë ti. Nuk është qa që urtë sa e bën kjo. Tani juzin, po se ka pas që une. Unë jam vajtje, bro. Do një pos djemë, se kur theke rëzona që djemë për manipulon, për këshu me sy po flirton, na si besojshëm. Ja di taktika, i ka bëllë dhe më mund. E që i këti pas vetës, base për të ndjerë adhuruar, ose e mbushën komplimente. Mu me manipulu, Danja, bro. Gëda si pa orione, s'leo të ish me maru gropen. Dhe pyti Ledioni më dha topin. Është gjelozi kjo e Dani? E kupton sa diplomatë të regohen? Është gjelozi shoqërore, mbasa. Rujta, të mëri shumë. Qa është kjo gjelozi për vëmendje, qa është? Aldo si ka ngell hatri, dhe me përfitu me këtë distancë dhe me bënë loj. Aldo tani do me loz, edhe lozim, se ndryshe nuk loz do. Ti e përdor dhe një në orë. Kote funit po e ndjej. Po ishtë të rezervë të shqetu. Ua, unë da lartë, komplet. Shka. Këtë marrë është tashi tjetër me radhë? Se di kush në vi, zakonisht në vinë. Kur Danja thotë mua më vi, varet se në çfarë orari të ditës bëhet fjalë. Ti lëpihesh, nuk vinë. Ti ke vajtur ke të gjithë. Bravo më qoftë, më lumë! Gjatë ditës është Danja që hedh shenjat, komunikimet, pusjeshjet, por këto janë shenja që të ftojnë, më kupton? Ti nuk je urta, Danja. Nuk je. Me ty s'kam flirtuar. Never. Asnjëherë. O ti me krej. Kur në jetë. Ti me krej. Ka momente që ndihem se shtëpi, dhe veproja shulirshëm, ta ti nxjerrin në kontekstin e keq. Sa dishti që plani ka pas ajo me atë, nuk rime atë ti. Nxire, qa plani, nxire. Ka kjo momente mrapa, do filloj të flirtoj me Laertin. Më falje, ke seriozisht ti? Ore ti që ke fundi komplet, po kur ta thënë unë ty do flirtoj me Laertin, ma? Kur ta kam thënë unë ty, ma? Si zgjencor? Ore ti zgjencor, kur ta thënë unë ty do flirtoj me Laertin? Tani jemi 1-1. Aldo na nxori një sekret tjerë zakonshëm. Si t'ja bëjo? Pakën paranoja. Je shpifës, ka liqë. Po si pas Aldos, para nga 2 javësh jam unë që flirtoj. Tani doli që është Daniela që flirtoj. Tani e tutje, ka thënë do talem dhe do bëj që kur flirtoj me Laertin në përshpi. Po ti të përdorën su gjëra mua, ti përdorën mua gjëra tilla. Jetu e moderu. Ka qenë fiks këtu. Qëndrimi i saj fillestar ishte po shpif. Pastaj tha po e kam thënë për lojë. Pra e ke thënë. Atëherë pse reagove duke thënë po shpif? Mos u merr me mua e ke mbyll. Nëse unë shoqërohem me dikën të shtëpi, këto do ndizen si ulkonja. Luaj me këllce. Jo pas kishtë duke u qerë këtu bashkëqurave. Duke u qerë këtu bashkëqurave. Ke frikë, të ikën të gjithë, të iku Aldo. Të iku Aldo. Po iki njerëzit një nga një. Të Danja ka mbetur vetëm. Po ti merri natë. Si e strapaturën të shtëpi, po s'kam nevojë. Qaj ke për gocave? Me këtë dorish tani, ngelet e Jozi. Tani do filloj të përdor vërtet çunat e shtëpisë. Kuptoj diferencën minimalisht. Ti ke ndetur dhe ke bërë mbledhje në shtrat me gjithë djemtë e shtëpisë. Më ke thënë më teni groje. Nuk më ke thënë. Më te gjëra që si ka bërë. E ka e gjithë se se më ke bërë keq. Iku se po i rëshket ai karakteri i dytë që ka në këtë lojë. I doli nga duart fare. Doja ta nisja me Aldon. Aldo. Po, atëherë, unë, domethënë, nuk është se kisha ndërmend ta thoja atë që kishte thënë Danja, po u bën 2-3 gjëra bashkë. Domethënë, njëra mënyra se si më tha, e di çfarë do tha, atë fjalinë e ke thënë mbaje. E para, e dyta më ftoi për burrni, ai e burr as e burr, dhe e treta më erdhi në vesh që kishte një plan tjetër në kurrizin tim. Unë me sa di Ledion shoqëritja janë reciproke, dhe nuk jam tipi për t'i bërë 1-1 gjërat, po në të njëjtën kohë nuk jam as tipi për t'i lënë të bëhen 2-0. Kështu që Danja e ka thënë ta mbaj. Aldo, a ka flirtuar ndonjëherë Danja me ty? Faleminderit. Jo, nuk më them flirtuar Ledion, po siç e shpjegova ti, domethënë janë këto ftesat që bëhen gjatë ditës dhe pastaj në darkë thotë më vin, nuk i shkoj. Pra, domethënë ti e hap derën dhe mos thuaj më vin tani, ose tregoje sinqert në një shoqëri që i shkojmë njëri tjetrit. Nëse ti ma ngec mua dhe thua më vin, atëherë i bi që po ma lës i barë mua në kurriz, nuk të vi sepse të vi nga asgjëja. Ti jep shenja gjatë ditës dhe ne po e quaj tani vin. Këto që flasim, pra buzëqeshjet, shikimet, një preke, një gjithë. Buzëqeshje të çfarë natyre? Të çdo lloj natyre shoqërore që ti mbrapa të mos thuash më vin. Mos thuash më vin. Më kupton, kur ti thua më vin, është një lloj prepotence, fodullëku, arrogante.
Domethënë është apo jo, është një lloj arrogancë që më hedh poshtë edhe mua dhe gjithë tjerët që të vinë. Kështu që nëse që nga që të vim gjithmonë, atëherë po justifikoj pse të vim. Mirë, dakord. Unë ty nuk kam hedhur kur poshtë, edhe kur u tha jo fjalia, ty të kam kërkuar falje. Po në rast se ti për Po flasim për një fjali që Aldo ka thënë për Rizartën dhe që Danja ja ka thënë Rozanës. Mendoj që nuk duhet ta zjas. Jo, është mirë që ta sqarojmë për ata cilët mund ta kenë. Po, për atë fjalin që unë kam thënë Rozi që është kalamat dhe është e vogël, më vogël se unë. Tani, unë për atë fjalin ty të kërkova ndjes, po në rast se ti, si të kam thënë edhe këto ditë, do të kapesh pas kësaj degës për të zhvilluar çfarë do ti të zhvillosh, me mendjen tënde që me sa duket pas ka qenë pak a shumë e ndyrë, për aq ditë sa unë jam shoqëruar me ty në këtë shtëpi, të kam dhënë një përqafim, më ke dhënë një përqafim, më ke thënë edhe një herë, po e ndyrë. E ndyrë është sepse ti mua më thua, ti më ke ftuar. Pra ti mua, një sekondë të lutem, ti mua po sepse ti në këtë rast e ke ngritur të gjithë këtë, e ke ngritur gjithë këtë me Rozin, me Xhestin, e ke ngritur të gjithë këtë. Po të lutem, kur flirtojnë me goca të shtëpisë. Të lutem, për loj, ju kam ftuar për loj. Do të ti shkon në televan, ti e ndjeri përdorur nga unë. I ke ndjeri përdorur nga unë. Që ti bën të njëjtat veprime me djemt e tjerë. Të lutem. Atëherë kjo është taktika jote. Je ndjer i përdorur nga unë ti ndonjëherë? A xhelozi që ka folur me tjerë dhe s'plet vetëm me ty. Xhelozia jote. Aldo, për aq po, sa jemi shoqëruar, të lutem, ju lutem mos më rryni, Rozana Laer, do ju jap fjalën, mos më rryni. Ti nuk më ke ardhur Aldo gjatë këtyre ditëve dhe të më thuash o ti Danja, di s'është puna, unë për kaq ditë mendoj që ti ke flirtuar, më ke përdorur. Jo flirtuar edhe një herë. Për këto ditë ti nuk më ke ardhur asnjëherë. Unë ftesa me sy ty nuk të kam bërë asnjëherë. Ti e di shumë mirë për shoqërinë. Ti ke qenë ai që më ke thënë, unë jam mirënjohës për shoqërinë që ne kemi krijuar këtu bashkë. I tillë që e kam mirënjohja jote të më thuash që unë të pas kam ftuar, ne në këtë shtëpi Aldo, atë të lutem. Mirë se të dëgjova në klip. Të dëgjova dhe tani, je shumë i qartë për mua, tani do jem unë e qartë për ty, shumë e qartë. Për aq ditë, sa jemi shoqëruar në këtë shtëpi, na është thënë që ju po bëni opinionistin, dakord, dhe po bëni analiza në shtëpi. Aq kemi bërë në shtëpi, ne kemi folë për historitë tona jashtë, kemi folë për jetën tonë jashtë, unë mendoj që njësoj dhe unë kam qenë me çfarë luajta, me atë fjalin. Fillove lojën, me fjalin dhe me gjithë gjërat tjera. Dhe ti fillove të luash për ditët të cilat ti mendon që unë të kam ftuar. Ti më shite, unë shita shtrenjtë, nuk shita lirë. Ti po më shet shumë lirë. Shtrenjtë lirë nuk jeti peshor, jo? Okej, dua të pyes pak edhe Xhestin i cili ka thënë pak a shumë të njëjtën gjë. Ja, një moment Danja se është mirë që për aq ditë sa ti ke qenë mirënjohës, unë nuk të jam më mirënjohëse për asgjë, dakor? Okej. Xhesti, ti gjithashtu ke thënë që loja e Danjës është pak a shumë kjo, pra që të vjen të afrohet, tenton të fusin në klapën e saj, të bën komplimentat, përqafon. Në një klap. Ku e kom vrejtone, mase Rezorta u bo bashkë me Aldon, e pavë që kjo pe hup Aldon, se ka mo që është ofër, e kisha shumë të nësishme për lojë. Unë e Danja, edhe ti Danja të Brad Pitti. I shkon mirë, veç pak e komunista gjithisht. Re, njëre se po foli une. Po mbaroj. I shkon mirë me pranu, Danja. Po, do e pranoj. Hade, vetëm maro ti. Po thëmë këtu, po. Dashurit të në ki jashtë, ja bënë mu ju, s'mush me manipulu, s'jem gjiban, s'jem Aldo, s'jem ju, zikta që është kamarë. Në regull, tjetra. Të dhunova ty, të ngacmova seksualisht. Unë nuk të putha, veç pak. Komenu që kini shëshrit poster. Dej kur, a di dej kur. Unë të putha me kapelen e gjelit që më dha sfida prej vlog të madhë. Na tregove shumë i zgjuar ti. Jo me bus mija. Tjetra, kush i të më thonë ti mu hajtë shkojnë flajmë. Hajtë shkojnë kur po shkojnë ana me flajt. Jo me flet bashkë, kam thënë qoflim gjumë sepse ne duam të dy gjumin dhe të nesër me nuk zgjohemi. Si që ma ke thënë ti, ta kam thënë unë ty, pse unë s'ta kam marrë për flirë ty. Pse unë nuk s'ta kam marrë për flirë ty. Pse unë kur më ke ardhur, qo Danja, qo moj qur pim kafe, qo moj se t'janë fry buzët, pse nuk i kam menduar si ngacmim seksual. Dhe kur kom menu që së shëshnimo.
Ka për dorën aty, prek ma dorën tu, që tu lijo anena. Kur më ke përqofti mu Danja, që të që? Të ku tuk i kajtët, kamera nalë që të që? Jo, s'kam parë vetëm, të thashë, i kam parë gjitha. Nuk je tipi sajtë. I këshu shë kamera, Danja. Në gëm, vish më thëmë, i ki Jozin, i ki Ardon, vish apo më letë foli. Baron dikur dhe Ledion dua t'i kthej përgjigjet lutem. Ato që ka bërë Do t'i kthesh, po, do t'i kthesh. Po vetëm të lutem Baron. Kur te rozona se për leti manipulon, po shumë e vërtet. Po mu ju Danja, se para se me mërot ti, unë të bi ty. Unë sytë tu nuk mashtrona, Danja. Sytë tu s'mashtrona. Tjertë mu në shtatë, vinë mas, ama mu ju Danja. Mu ju Danja. I ke të leje. Tani, të lutem, a mund t'i kthej përgjigjen Baron dikur vase ti s'marro kur me tjetër fjali gjithkohës. Baron dikur. Të lutem Baron e prapë se na çmenën. O dosh videot me qit. Kur në ka... Ju lutem thiri një video. Krejt me mu dosh me qit. Ju lutem. Krejt me mu dosh me qit. O dosh me qit videot. A mundem? O Ledion, a mbaron? Të lutem. Po flet për video të afrimitetit tënd me... Po, o dosh me qit, kur ka thonë hajde po thëm këtu, jo dorën në lina është tek jo, hajde ule kyt këtu. Jo i kështu ke kamera cajrën për qaftë. I kanë parë njerëz. Këto stila, biçime me mu, sytë tu, ti ki shumë të bukur. Ju shohin 24 orë 24, nuk ka asgjë që nuk ishte te klipi që sa po pas. Përgjigjet lutem? Ti djali dashur në këtë shtëpi. Ta kam thënë të lutem. Ti në këtë shtëpi lojën tënde e ke bërë në kurrizë të asaj vajzës. Ali deti kurrizin Danja, ore po të kallzoj që po më thu ti po më thu je çik se unë s'bëj sen. Të lutem se unë nuk mbarova. A me djem ke bomrana. Po, jo, i kam bërë të gjitha. Të gjitha i kam bërë. Tani vetëm më lër të mbaroj. Tani ti kur ke ardhur? Ti kur ke ardhur Livia, ti ke i dëshirë pa parë për të dashuar veten si vetpit në këtë shtëpi, po nuk je. E para, Livia ti i ke thënë, të lutem, Livias, do marr mikrofonin këtu afër sepse ju nuk ka nevojë, dëgjohesh shumë mirë Danja. Ti Livias, faleminderit. Ti Livias i ke thënë se si më ke parë. Egli ti ke thënë dashurove me mua, po ky nuk është fali, është ajo. Prit se do t'i numroj, apo mi numron mua, ka të gjithë të drejtën e botës që ti numroj dhe unë, ndaj dorës i ke thënë ke punë në qafë. Saj vajzës i the, ti më erdhe në krevat. Olës i ke thënë ti do të vish në krevat. Tu po tri, dhe ti po me përmend. Ndërsa mua, nuk e thënë ti je një zonjë, të lutem, mua ti nuk e thënë një zonjë. Dhe unë të kam respektuar dhe me kam menduar që respekti ka qenë ndërsjellë për shumë ditë në shtëpi. Dhe me thënë drejtën, ka pas vetëm dashamirësi për ty, mos e merr si ofendim, po djali dashur, ti nuk je në preferencat e mia. Nuk je dhe nuk e pëlqen ndonjëherë. Të kam trajtuar me dashamirësi, dakor? Dhe ti, asnjëherë s'ka qenë kamera, ti je në pisën, je shumë i pisën, ti doje ti ishe pa. Okej, Danja, do të pyes, a ka patur Danja, a ka patur shumë dhe kaq. Danja, a ka patur një lloj dëshire e jotja sidomos mbas daljes së Eglit për të qëndruar afër Gjestit? Me të drejtën, vetëm nga fakti që shpesh herë ky ka bërë viktimën në përshpi që unë jam i depresionuar, se unë jam i mërzit, se unë kam kaq ditë, se unë ftej, se unë ande kam menduar se vibe i mirë, pra energjia e mirë që ne kemi pas është një gjë normale, po në këtë shtëpi instinkti është parsor dhe unë e kam thënë me kohë. Pra, e fusin instinktin kudo ku mendojnë që ka material. Mu po më kap karma e Laertit me flirtimet, po. Ndërkohë, do doja të dija pak Valbona, besoj në klipe vure re që ishte, le themi, barazimi që Aldo mendoi të bëj 1-1 me qenë se Danja nxori batutën që ai kishte thënë për Rizartën, vendosi që të nxirrte një batutë që Danja pas kërka thënë për Laertin, pra që do flirtoj me Laertin. Do ta serosh pas Valbonës. Valbona, e ke parë këtë gjën, pra, sepse e mbaj mend që e kemi diskutuar pikërisht këtë flirtimin e Danjës me Laertin. Dhe tani, kjo është një lloj konfirmimi deri diku. Në fakt e para mua më bëri shumë përshtypje ajo çfarë Aldo tha, nga fakti që ato qëndrojnë shumë me njëri tjetrin, po unë nuk kam parë në shtëpi një gjë të tillë nga Danja. Shumë faleminderit. Këto kohë e vetme nga Danja as nga Laerti, e vetme gjë që në dasa kohë i kam kërkuar dhe kur shpreha pëlqimin tim për Laertin ishte që unë këtë djalin dua ta njoh edhe
thjesht Laerti, edhe nëse qëndron me Danjën apo Loredanën apo një vajzë tjetër, do i thoja që të respekton të hapësirat e mia. Mund të sqaroj atë fjali që kam thënë? Po. Atëherë, thash pak më herët, Ju lutem banor, mos më rryni, Danja, e ka fjalën Danja. Thash pak më herët që me sa duket po më kap karma e Laertit kur atëherë u akuzove ti për flirtimet. Unë atë e kam thënë fill, jo, me ndryshim shumë të madh. Me ndryshim shumë të madh. Ndryshon shikim. Da ti di shumë mirë, me ndryshim shumë të madh. I kam thënë të lutem shumë, shikoj pak mirë, sepse shikimet e tua mund të keq kuptohen. Dhe unë jam sqaruar ndryshon shikim. Kushdo tjetër. Ti ishe një ndërtosh shikim çfarë do të thotë. Bona ka nëse ka flirtuar, puna e tyre. Kjo asaj kutate unë i kam thënë Aldos, madje edhe disave në shtëpi që tani tutje do filloj flirtoj unë me Laertin. Po e tillë ka qenë për shaka, ka qenë për Aldo mos shpit më më buri. Okej, e qartë, do doja të dija pak komente e opinionistëve në lidhje me këtë qasje që një pjesë e banorëve ka. Natyrisht, duke jetuar brenda shtëpisë me atë lloj presioni që ata kanë, dihet që çdo gjë në syt e konkurrentëve peshohet mirë, shikohet me lupë të madhe. Arbër. Mirë, Danja e ka pasur këtë marrëdhënien me disa... Po, i kam dalë për zot, vërtet është. Cilës? E kam thënë dhe më herët, madje kur më shpyetur nga Ledioni, kam thënë që e kam pak më të rrashme marrëdhënien me çunat. Po jo për t'i futur në klapa, apo jo për t'i përdorur. Me thënë drejtë, nuk i kam përdorur për asgjë. As për nominime, as për strategji, as për asgjë, nuk i kam përdorur dhe i dalë për zot. Sepse kështu ka ndodhur. Një farë strategjie brenda lojës ajo është. Qetësi, Loredana. Duke i pasur aleata brenda shtëpisë në një farë mënyrë është strategji. Pra, edhe pse thuhet me gojë, po strategji është i kesh afër. Ledion, unë e shoh Danjën që pjesën më të mirë të kohës ka kaluar me djemt, shoh gjithashtu që edhe shpesh tenton të kujtoj jashtë që është e lidhur, ka një dashur që e pret, por njëkohësisht varet se sa hapësirë jep ti djemve brenda shtëpisë, se vjen një moment që mund ta keq interpretojnë. Dhe ti lexohesh si një njeri që flirton brenda shtëpisë. A mundet që Danja... Është e çuditshme që pse keq interpretohet Danja kur prek nga krahët apo përqafohet me një çun aty brenda dhe nuk keq interpretohet asnjëherë Rozana. Me gjestin oqa tërkohës, pse nuk doli njeri të thotë Rozana, kjo flirtuese e jashtë zakonshme. Një sekond, ishte thjesht një batut. Ju lutem, banor, mësoni si të merrni batutat. Faleminderit. Sapo e thoja që a ka shansi të ketë flirtuar me djem brenda shtëpisë? Po, patjetër që ka shans. Për sa kohë ata brenda shtëpisë shikojnë shikime, afrimitete me njëri tjetrin, a mund t'jetë Danja një lojtare që edhe flirtimin e ka pjesë të strategjisë vetë? Po, me të vetmi ndryshim që duhet presi edhe të goditet, se kur flirtimi konsiderohet si një gjë normale, atëherë duhet presi dhe ta përballoj këtë gjë. Qartë, Neda. Unë nuk mendoj as pak që Danja ka flirtuar me djemë të shtëpisë. Edhe me lejoni çunat ju them që nëse ju merrni mirësjelljen, djemë të cilët e kanë akuzuar, nëse se gjenë veten Laert nuk ka problem. Ti je zotni burr, ti nuk je çun. Tani, ç'a ndodh? Nëse çuna... Ju lutem qetësi, Neda. Dëgjoj kur flasim. Çuna, më lejoni t'ju them që nëse merrni një vajzë që sillet me edukat, që ka një farë kulture dhe është e lirshme për të komunikuar me ju. Nëse e merrni si flirtim, dilni si çuna që s'keni parë ndonjëherë femër me sy në jetën tuaj. Okej? Bravo. Dhe jo vetëm një moment se nuk kam mbaruar, ju lutem banor qetësi. Dhe jo vetëm kjo, po dhe vajzat dhe zonjat gra, jo vetëm vajzat, të cilat kanë nisur këto fushatën e përbaltjes e turpit për ta denigruar moralisht Danjën, ju dilni ziliqare dhe xheloze tipike siç është femra me femër. Bravo të qoftë. Tipike. Shumë e vërtetë. Tashi. Një moment të flasësh kur të ta jap pa
Aman, kini pak durim, ju lutën, Neda. Ka dy gjëra. Ju jeni xheloze për faktin që ajo është një vajzë e re, e bukur, sensuale, nuk e ul stekën, edhe se kuptoj pse e keni këtë fiksimin, ti tregoni shqiptarëve që asnjë vajzë në këtë botë nuk mund të jetë zonjë, se duhet jenë gjitha denigruse që përmendni çdo gjë njëri tjetrit. Nuk ka zonja Shqipëria. Nuk ka. Bravo, Neda. Shqipëria ka vetëm vajza që i përmendin ishat, që i përmendin aktualët, që shokët i bëjnë të dashur, që përmendin ato që si jetojnë më. Mos e harro ato. Dhe këto modelet gjendet dhe kjo shtëpia që jemi sot Neda. Dhe ta mbaroj. Këto modelet që sapo përmendëm. Në moment ta mbaroj Rozana. Mendova se e mbaroj. Jo vetëm moral edhe njerëzor, por në aspektin e lojës juve ju ka hyrë krim me Danjën dhe keni filluar t'i trombeni aq shumë. Se nuk e shoh ta bëni mas i gotë tjetër për vese me atë. Sepse se bëna si gotë tjetër për qëllime. Neda, dhe më fal, se e kam thënë që në javën e dytë dhe ja ku jem atë flas lutem. Çfarë ke thënë? Rozana, çfarë ke thënë në javën e dytë? Thënë që në javën e dytë që është jemi që Danja flirton në shtëpi. E kam thënë si për Gjibanin dhe për disa çuna tjerë. Dhe ja ku jemi sot shoku i saj i ngushtë e pranoj me gojën e tij. Atëre, Rozana, se mbase e ke harruar, po të rikujtoj që në primin që diskutuam për le themi fiksimin, se s'di qa emri t'i vë, që Gjibani kishte karshi Danjës, asnjëri prej jush ti e përfshirë nuk ke thënë që Danja ka flirtuar me Gjibani. Madje keni dënuar Gjibanin për një sjellje e cila nuk ishte normale. Kështu që ose ju jeni bërë jo original dhe gjeni një skenar, një herë na del la erti flirtues, pastaj Danja flirtuese, javën si do të dali Gerta. Gerta flirton me gjithë shtirë. Ka dalë Gerta. Si të kaltër dalin flirtues. E në ka stash Gerta me qënë se i keni sytë njësoj. Ka një problem. Po, Rozana, po. E kam thënë që javën e dytë, që Danja ka flirtuar me Gjibanin. E kam thënë Danjës dhe gjithmonë në zhvërsullu. Dhe po, ta kam thënë. Dhe e ti gjithë shpia që ta kam thënë. Dhe të kam thënë që i ke duar kushtyrin Gjibanit. Të kam thënë që ja ke mbyllur bisedën te Lori Kafeja dhe kur jemi kthyer nga shtëpia, prapë ke qenë me Gjibanin. Prapë ke bërë. Kam thënë që ke qenë në shtrapë me Gjibanin duke bërë tekstin e këngës, në tekstin e këngës dhe e kam thënë që javën e dytë dhe te kam të vërtetuar me të gjitha xhirimet. Ke një radio shpifse me bjerrin, mos vajti këto me bjerrin që se ka. Je një radio shpifse. E cila ka dy karaktere ta kam thënë. Një ke në prime, një ke ditët e javës. Jo, njësoj sillem, edhe gjatë javës. Nuk pëlqen ty dhe ti do t'i interpretosh situatat në këtë shtëpi sipas interesit të të bësh situatat të saktuara me gjithë të shtëpisë. Kjo lojë po unë nuk do lejoj që kjo lojë të më liksoj. Më liksoj ka shumë sa të liksuar ty. Do gjatë ditës. Okej, tani pas këtyre diskutimeve të zjarta do doja të ndryshonim pak regjistër dhe të mundohesha me timen t'ju sillja disi buzëqeshjen, sepse përpos diskutimeve të forta të ashpra që keni me njëri tjetrin, më lejoni t'ju them që keni edhe momente shumë të bukura, të cilat i duam shumë, na bëjnë shumë për të qeshur dhe sa herë që i shohim, themi Zoti i shtoft. Dhe këto janë momentet